60 ditë përjashtimi nga punimet e kuvendit është vendimi që mori Sekretariati i Etikës për kreun e Partisë Mundësia, Agron Sheha, i cili ditën e djeshme bodhi marrëveshjen sekrete Shqipëri-SBA për blerjen e pajisjeve ushtarake dhe iku me vrap nga salla e kuvendit, ndonse një punonjëse ndoqi nga pas. Kërkesa për përjashtimin e Shehit të bë nga Partia Socialiste me argumentin se ndonse deputetët ishin njoftuar se marrëveshja mbante informacione konfidenciale, Sheha i nxori jashtë sallës ku duhej ta lexonte materialin e klasifikuar, ndonse kjo përbën shkelje të legjislacionit për informacionin e klasifikuar. Po ashtu, grupi parlamentar socialist i kërkoi përjashtimin për veprimet e rënda dhe të përsëritura, që këtë herë rrezikuan edhe sigurinë e punonjëses parlamentit. Kjo e fundit u rrëzua nga shkallët dhe posoi lëndime ndonse po vrapronte për të ndjekur Shehajn, i cili as nuk ndaloi ta ndihmonte. Duke qenë se ky sesion parlamentar ka përfunduar, masa e ndëshkimit për Agron Shehajn do të futet në fuqi nga muaji shtator në nisje të legjislaturës së re. E nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit të kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasojë, të gjitha ato pamje të rënda, uroj që kjo të mos ndodh më të jetë rasti i parë dhe i fundit ku shkelet kjo vijë respekti, sepse në fundit vërtet deputetët janë zgjedhur nga populli për të ushtruar funksionet e tyre, por çdo nënpunës publik i këtij shteti kryen dhe ai një detyrë ligjore. Kjo është një prallë me bisht, nuk ka qenë dokument sekret, por konfidencial, që ndryshon absolutisht në mënyrë absolute. Ma kute është kush e nxjerr videot e parlamentit, sepse këto janë kamerat e parlamentit që s'mund dalin këto për është nonsens për i publik të gjerë. Megjithatë kanë gjykuar në veprim të tillë. Veprimi jonë është që çdo deputet duhet njihet me material para se të shkojnë në seancë votimi. Në mbledhjen e Sekretariatit të Etikës nuk u mor një vendim për kërkesën tjetër të socialistëve për referim në SPAK të çështjes së Shehajt. Ligjvënësi socialist Ulcimania shpjegoi se elementet e veprës penale nuk janë kompetence e këtij komisioni dhe do të jetë vetë Partia Socialiste që do ta depozitojë në SPAK kallëzimin për kreun e Partisë Mundësia.